Një vullumtim i cili transmetohet të premten zbardhet prapa vijën e investitorëve të cilët fituan kontratën e Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për funksionalizimin dhe operimin e objektit të fabrikës për përpunimin e nën produkteve shtazore në Kosovë. Kallëzo Përnime ka zbuluar skemën e fshehjes së pronarëve të vërtetë të njërës prej kompanive që e ka fituar kontratën në Ministrinë e Bujqësisë. Kompania që kishte 30% të aksioneve të kompanisë kosovare, e cila nënshkroi kontratën me Ministrinë e Bujqësisë, figuronte regjistruar në Podgoricë të Malit të Zi. Megjithatë, mediumi ka gjetur se kompania me saj është në Beograd dhe pronar është një shtetësisë Serbisë. Dosja ekskluzive zbardh detaje si biznesmeni me shtetësi serbe u tërheq nga investimi pak ditë pasi qeveria nënshkroi kontratën me konsorciumin që fitoi kontratën. Hulumtimi i Kallëzo Përnime zbuloi se kompania pak ditë pasi fitoi kontratën për përpunimin e nën produkteve shtazore, vendosi t'i shes aksionet e veta me vetëm 3.000 euro. Dosja zbardh se kompania me seli në Podgoricë dhe Beograd i shiti 20% të aksioneve të kompania Archer Bau, që ka aksioner nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut dhe 10% të aksioneve tek Naser Maloku. Në një bisedë, Faton Peci, ministri i Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, sfidon me transaksionet e pronësisë së kësaj kompanie dhe lëvizjet e aksioneve të cilat u zhvilluan prapa. Ministri Peci në një intervistë gjatë jep shpjegimet e tij rreth dhënies së kontratës për funksionalizimin e objektit të fabrikës për përpunimin e nën produkteve shtazore. Jo, nuk e kam ditë, për herë të parë po dëgjoj nga ju. Nuk e njoh askënd nga pronarët, nuk më takon mua me i hi, me shpalos dokumentacionin e konsorciumit, deklaron ministri Peci. Ragipović, ky po duket që është poshnjak, mu nuk e di, deklaroi Peci, kur pyetet për biznesmenin me shtetësi serbe, Muammar Ragipović. Kontrata për dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e mbetjeve shtazore u nënshkrua nga ministri Faton Peci pas një vendimi të qeverisë së Kosovës, e cila në janar të vitit 2025 kontrata ishte dhënë për kompaninë LibKS IT SHPK. Hulumtimi zbardhet edhe të kaluar në familjarëve të njërit prej aksionerëve nga Kosova, i cili ishte i përfshirë në aferën Brezovica. Detaje për akuzat dhe lidhjet e kësaj familje me dyshime përmi të dhënie për ish kryetarin e Shtërpsës, Branislav Nikolić.